ka kontrata në të cilat shkruhet që artisti nuk guxon me pas lidhje dashurie. Ç'është kishe vepruar ti në momentin që tu kish kushtuar ashta jeta private për me qenë artist i suksesshëm ose me pas do koncerte pak më shumë. Sa ato çto më varen çto. Këto më duken marrëzi, këto më duken më shumë thashë them për të bërë lajm ndoshta. Po më intereson a kishe marrë një çik prej Kosovë, a ishe martuar me një çik në Kosovë. Po thonë dashuria nuk të pyet, po. Ash ka pyet. Ndjenjat. Ato më dip të këtë përgjigjet si shme pan ti. Okej. Po bëj shaka. Po kur nuk I dihet, never say never thonë. Po a kishe mujt për shembull me qenë bashkë me një shik të Kosovës? Për shembull pak distanca, se normal me çat sa kena biseduar na dy, ti je tepër shumë I lidh me familjen edhe kishe dashur me jetu atje me ta. Po përderisa zakonet janë përderisa më zell mu të zhvar vetë të unë. E vërtet. S'ka distancë mo. Po e vërtet. Do të ishe martu direkt, as ka fejesa e Jo, kam I më pëlqejnë këto se jo bën pak çefin edhe familjes, po dashme nisha fokusu më shumë se fejesën. A mendon që kishe jetu nusja jote me prindët tu dhe me ty bashk? Apet po them të pas parasysh që je tepër shumë I lidh me familjen. Edhe po më duket çikat ndicodit janë të pas pak problem me jetu me vjehri, kështu që I thonë ana në Kosovë. Ju studia I thonë vjehri dhe jo. Po, njëjtë. Okej. Po unë gjithsesi preferoj privatësinë time, dhe më pëlqen me jetu vet, po në barabër kisha zgjedhë dhe unë I pari me jetu vet. Po. Si familje, kështu që në Tarmën, kështu që përderisa jam I kisha lënë prind, ti kishe dalë me jetu me nusën, a? Po nëse jetoj në njëjtin vend ofër, më kanë ofër I kam për çfarë që ka aty jena. Aty jeni afër njëri tjetrit. Çka nuk toleron Davidi te një femën ose me një lidhje? Po le të fillojmë këtu që më pëlqen dikush që është I sinqert, është besnike edhe tralltia normal. Gjithmonë do të më edhe kështu këtë si gjithë tjerë. Edhe dikush që më kupton, suporton edhe më ndihmon në profesionin edhe në jetën time, edhe si David, jo vetëm më lidh me Davidin si artist. Po. Dikush që më don edhe më respekton po rezerva dhe po le të themi po hile. Perfekt. A menon që ditën e sotit me qenë artist ose artiste është pak e vështirë edhe me kriju një lidhje me dikën? Të pas parasysh që unë kam has me një intervistë se po mbjan me potencu Bardhin të veçënjet tashmë, artistin Bardhin, edhe që tha që ka kontrata në të cilat shkruhet që artisti nuk guxon me pas lidhje dashurie. Sa menon që janë të vërteta ato nga menaxhmenti që bëhen, edhe nëse do kish bëni një kërkesë e tillë, ç'është kishe vepruar? Po, unë mendoj që sa janë të vërteta këto 50% po, 50% jo, për mendimin tim, edhe pastaj edhe nëse janë 100% vërteta, unë mendoj që gjithkush ka drejtën e zgjedhjes vet, me jetu I lirë të si don çai pëlqen, me zgjedh ai vet, mos parit për vetveten. Është jeta e tij, jeta është dhurat. Edhe mendoj që nuk ka drejt mos parit as familja së afërmit nëse të dojnë, nëse të respektojnë, e jo ma menaxhmenti ose muzika, me dikush I muzikës me të përzi në jetën personale private. Ato shumë gjëra intime dhe personale, unë kështu pak në I shoh edhe I mbroj ato pjesë të mijat. Edhe si ishte vazhdimësia. Kishe vepruar ti në momentin që tu kish kushtuar ashta jeta private për me qenë artist I suksesshëm ose me pas do koncerte pak më shumë. Sa ato çto më varen çtu sa. Po, është biznes. Domethënë kisha zgjedhur që me vazhdu vetvetiu dhe kisha zgjedhur familjen edhe njeriu që un kam ndjenja dhe e dua dhe e respektoj dhe kam zgjedhur me kalu jetën me to, nuk mendoj që ka diçka të keqe këtu. Pastaj dikush le ta marrin si dojnë, nuk mundet dikush me tregu kur ka diçka konkrete mes dy personave, nuk ka shka mu përzi tretin ndoshta, e aq ma pak një menaxhment ose një menaxher ose dikush tjetër. Këto më duken marrëzi, këto më duken më shumë thashë them për të bërë lajm ndoshta, se s'po du me paragjyku para kohë. Sa pastaj edhe vetë paragjykojmë, po nuk
ju e keni pa vetë që shumica artisteve dhe artistave edhe nëpër botë e mbajnë jetën personale dhe private fshehur për shkak punës të publike që kanë zgjedhur me bë edhe të mediumeve që spekulojnë edhe shtojnë edhe trillojnë edhe no kafe neve gazetarë. Jo, nuk e kam, nuk e kam. E kam shumë mirë edhe me gazetarët dhe me mediumet, seriozisht, edhe më respektojnë, por mendoj që duhet mas parit vetja ti vetë me koni kujdes shumë edhe me ditë çka don edhe me ditë ç'a bën edhe me ditën çfarë profesionit je.